Trupi mbuluar në tokë publikojnë pamjet e para nga vendi ngjarjes ku u gjeti pa jetë vllai i Gjestit. Një ngjarje e rëndë ka tronditur komunitetin e fshatit Treboviq në Kosovë, ku banorët kanë konfirmuar lajmin tragjik për vdekjen e Eldion Kelmendit, vllai i artistit njohur Gjesti, fitues i Big Brother VIP 4. Aksidenti ka ndodhur në rrugë ku dyshohet se Eldioni po udhëtonte me një motor 4 rrotësh dhe është përplasur me një automjet. Sipas së përplasjes së fortë, ai ka humbur jetën në vend, ndërsa një shok i tij, i cili ndodhej pasagjer në të njëjtin mjet, ka mbetur i plagosur rënd dhe ndodhet në gjendje kritike në spital. Rrethanat e plota të aksidentit janë ende të paqarta, ndërsa autoritetet kanë nisur hetimet për të zbardhur shkaqet dhe përgjegjësinë e mundshëm të ngjarjes. Lajmi ka shkaktuar dhimbje të thellë në komunitetin lokal dhe më gjerë, ndërsa rrjetet sociale janë mbushur me mesazhe ngushëllimi për familjen Kelmendi.